Ekonomia shqiptare po performon mirë sipas ministrit Petrit Malaj, me më shumë të ardhura të mbledhura në buxhet që do të përdoren për të shtuar mbështetjen për fermerët dhe për të ndërtuar shkolla e spitale të reja. Në 7 mujorin e parë të këtij viti, të ardhurat janë shtuar me rreth 515 milion euro më shumë krahasuar me vitin 2025. Synimi ynë është që deri në përfundim të vitit t'i kemi rritur të ardhurat publike me 1.2 miliard euro më shumë krahasuar me vitin 2024. Këto janë para që do të shkojnë për të ndërtuar më shumë shkolla, më shumë qendra shëndetësore spitale, më shumë subvencione në bujqësi apo për të ofruar shërbime të reja, si dhe për të përmirësuar shërbimet ekzistuese. Prioriteti i qeverisë me rikthimin në punë në vjesht do të jenë edhe çiftet e familjet e reja që do të mbështeten me një program të ri strehimi. Të sezon të ri politik, po vendosim në qendër Shqipërinë sociale. Një angazhim për ta kthyer zhvillimin ekonomik në më shumë mirëqenie për njerëzit. Dhe hapi i parë konkret nis këtë vjesht me programin e ri të strehimit për çiftet e familjet e reja. Synimi sipas Kociut është që zhvillimi ekonomik i vendit të përkthehet në më shumë mundësi politika sociale dhe mirëqenie për qytetarët.